Sot në këtë pjesë të parë, siç e thash edhe në fillim, do të flasim për një institut i cili po bën një punë të madhe në këtë drejtim. Në këtë përmbledhje që unë bëra, ata po bëjnë një kontribut, sidomos aty ku goditet mos lehti në ditët e sotme, siç janë rrjetet sociale. Është fjala për Institutin e Evropës Juglindore për Politika Shëndetësore dhe Sociale, ku me të cilin do të kemi kënaqësinë me drejtorin ekzekutiv, doktor Agron Gashit, të zhvillojmë një bisedë edhe për qëllimet, por edhe për kampanja. Doktor Agron, shumë kënaqësi me të pa studio. Faleminderit për ftesën. Gjithmonë mundohemi që të nuhasim ata se çka është në të mirë qytetarëve, siç e thash edhe më herët. Një gjë që më la përshtypje tek instituti juaj, që fillimisht do doja të njoftoheshim me veprimtarinë e institutit, është pikërisht kjo kampanja që themi nën popull vath në vesh, duhet t'i mbajmë disa informacione, janë ato informacione që po i ndani që me të vërtetë duhet t'i mbajmë vath në vesh, sepse na vyn edhe në përditshmërinë tonë, edhe të fëmijëve tonë. Por fillimisht do doja të ndaleshim me çka është instituti dhe cili është qëllimi dhe misioni i tij. Instituti i Evropës Juglindore për Politika Shëndetësore dhe Sociale është një organizatë jo qeveritare, e cila është profilizuar në hulumtime, në analiza dhe ka për qëllim me kontribu në përpilimin e politik bërjes, sidomos për çështje shëndetësore dhe sociale, kjo përmes analizave të ndryshme, përmes përkrahësit, dialogut, edhe ndërlidhjes në mes institucioneve apo në këtë rast me banorët, dhe në këtë mënyrë me ndihmu apo me kontribunin e shëndet më të mirë. Është një organizatë e cila vepron që nga viti 2008 dhe gjatë kësaj rrugtimi ka kontribuar në procese të ndryshme, duke u fokusu në çështjet prioritare. Tash në kuadër të tyre çështjeve apo sfidave me të cilat ne u ballafaqohemi çdo ditë, ne kemi përgatitur një plan strategjik i cila fokusohet në 4 shtylla. Njëra prej shtyllave, cilën ju e vetë që përmendit, është përmes avokimit dhe komunikimit, duke sjellë evidencë, duke sjellë dhëna, duke sjellë tema të cilat janë të rëndësishme, të cilat duhet t'i konsiderojmë, janë tema të cilat kërkojnë angazhim nga të gjithë ne, duke përfshirë për shembull ciklin e jetës, ashtu si e definojmë ne, nga shtazanësia, nga mosha fëmijërisë deri në pleqëri. Edhe gjithë këtë edhe njëre për thirrje, për veprim nga të gjithë ne, për me investu, për me prioritizu edhe për me kontribu në shëndet. Po, dhe këtë po e bëni në mënyrën më të mirë të mundshme, siç e thash, duke goditur aty ku audienca është, aty ku informacioni shkon, edhe duke dhënë informacione të sakta, edhe vetësimi është më lehtë me u arrit, sepse edhe burimet duhet t'i zgjedhim pak se çfarë shpërndajmë.